Çdo gjë filloi me mirëkuptim për të përfunduar më pas në dyert e prokurorisë. Dy biznesmenët, Valon Ademi dhe Bexhet Pacolli, bashkëpunuan për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Mosmarrëveshjet mes dy ortakëve u bën publike pasi Ademi paditi Pacolli në prokurorinë e Tiranës. Përplasjet kanë nisur për ndarjen e aksioneve në shoqërinë koncesionare të aeroportit të Vlorës. Zyrtarisht, kuotat e koncesionit të aeroportit zotërohen në masën 98% nga Bexhet Pacolli dhe 2% nga Valon Ademi. Ndërkohë, Valon Ademi është shprehur se ai ka një kontratë shitje që është firmosur nga Bexhet Pacolli dhe që vetë Valoni zotëron 49% e aksioneve, jo 2%. Ndërkohë Pacolli ka pranuar se ka firmosur një kontratë, por ai është shprehur se nuk e ka parë atë çfarë ka firmosur. Pas kësaj deklarate, ka reaguar dhe ortaku i tij, Ademi, duke thënë: "Po e them publikisht, Pacolli është mashtrues. Unë e kam çuar në prokurori për mashtrim. Ose do ta bëj ai burgun, ose do ta bëj unë burgun. Prokuroria të vërtetoj se kush gënjen. Po ju tregoj një detaj. Ju nuk e dini se si bën ai. Kur unë kam shkuar për të takuar në Zvicër, ai qante në makinën time dhe thoshte: "Ndihem keq se po ma fusin vëllezrit, po ma fusin njerëzit e mi të besuar. Unë nuk di më se kujt i besoj." E më pas, unë i besova atij dhe shikoni se ku përfundova. Më pas, Valon Ademi u shpreh: "Nëse vërtetohet që unë kam shkelur ligjin në atë projekt, unë doja fal shtetit aksionet e mia, pra aeroportin. Por nëse vërtetohet që Pacolli gënjen, shteti le të marrë masa për të. Unë jam i qartë për atë çfarë kam kërkuar nga shteti shqiptar, në burg, ose ai, ose unë."